vetëm mund të them e dyfisht e pakicave që do të dominon deputetët serbë dhe pa ta nuk mund të bëhen ato ndryshime kushtetuese, jo vetëm për këtë çështje, fatkeqësisht për çështje tjera, dhe do të kemi hyrë në atë fazë se kur të kemi një modalitet të dy dhomave të parlamentit, po them thojzaksht. Mirë po, mesazhi i tillë për FSK-n, Belaj nuk e çon ushtri, fatkeqësisht, dhe duhet të them të drejtën që mangësitë tona janë në qeverisjen dhe në mos afrimin e asaj çka nënkupton të mesohemi në komunikim, sepse duhet të dim që bota sot dhe gjeopolitika komplet botëror ka ndryshuar shumë dhe rrethojat e tërë kësaj atëherë mund të kemi situata fragjile dhe jashtëzakonisht eksplozive edhe në rajonin e Ballkanit që njihet ashtu kështu, një region e vatrave të krizës. Dhe mund të kemi situatë që shohim tash konceptin dhe konstitucionalizmin dhe rrezikun e Bosnjës dhe Hercegovinës, me ato probleme me DDJ-un dhe identitetin serb. Dhe në Kosovë me pjesën e veriore të Kosovës do thotë dëshirohet që nga aktorët që kërkojnë destabilizim të jetë gjithmonë latente një krizë të tillë dhe që politikisht në të ardhmen të futet në tryezën e bisedimeve. A do të preket kjo në takimin që pritet kurdo që do ndodh, besoj brenda një kohë ose brenda këtij viti Trump-Putin ose asoj javës së dytë, do thotë do të ketë efekte edhe në regionin tonë. Por besoj ajo vizitë e Rythës në holandezit ka qenë, mund të them, jo në aspektin historik, sepse ai ka ardhur mesazhe të jap që po që se edhe ka në ndryshim në raport të kontingjentit të forcave, ose që mendojmë ne ikjen amerikanëve, atë forcat evropiane do të veprojnë sikur në Bosnjë, do të kenë kapacitetet e tyre. Mirë, po për ne është e rëndësishme pala amerikane dhe mund të them ajo çka nifet në aspektin gjeostrategjik fuqia amerikane në Ballkan dhe kryesisht të shqiptarët, jo për forcat evropiane, edhe pse ne jemi në kontinentin evropian, mirë po besueshmëria jonë qëndron më tepër në këtë. Mendoj që këto dy pika në mesazhe kanë qenë, mund të them pak a shumë që kanë zgjuar një zbeje në atë çka në të ardhmen apret. Po, zoti Shaolli, si e keni parë vizitën e zotit Rut? Zoti Rut më lejoni ta bëj një shtesë, unë kam patur kënaqësinë që ta takoj kur ka qenë kryeministri i Hollandës në një vizitë që ka patur në Shqipëri, kam bërë dhe një intervistë me të për Report Televizion dhe duhet ta theksoj që ka patur një qasje shumë pro faktorit shqiptar, nga ajo që konstatova dhe nga gjitha ato deklaratat e tij. Ka qenë edhe në Kosovë si kryeministër holandez para 2 vitesh. Do ta konstatojmë që është me rëndësi të veçantë vizita e tij në Kosovë. Kjo është, duhet ta themi dhe ta nënvizojmë. E dyta është një çështje që ne duhet ta kuptojmë si shoqëri kosovare, që është me fat që ende jemi në tavolinë për bisedime për çështje tjera dhe nuk jemi në meny të shteteve më të fuqishme në botë, sepse nëse kalojmë në meny, atëherë do të kemi probleme të jashtëzakonshme me faktin e asaj se si të zgjidhet kjo çështje që ka të bënë me Kosovën dhe Serbinë. Prandaj shoqëria jonë, shoqëria kosovare, e mori një mesazh të qartë, sepse sekretari i përgjithshëm i NATO-s foli në terma të asaj që quhet jo vetëm shqiptarë në Kosovë, po tha, ne jemi këtu të mbrojmë të gjitha komunitetet dhe ne jemi këtu për siguri të komuniteteve, ka theksuar disa herë dhe këte duhet ta kuptojmë drejt. Pra, ajo që e tha edhe bashkëfolësi im në emision, ka të bëj me veriun e Kosovës, atje do të mbahen në nëntor zgjedhjet lokale dhe unë besoj dhe shpresoj që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në veprimet tona këta muaj, veçanërisht derisa të formohen edhe institucionet e Republikës Kosovës, sepse jemi në llupën e përgjithshme të NATO-s, duke marrë parasysh që në atë pjesë, në 4 komunat me shumicë serbe, janë shqiptar ata që po e udhëheqin komunat me 2 ose 3% të votave, dhe këte duhet ta themi ne si shoqëri, sepse kemi kaluar dikur
në për këto sferat shumë të rënda në regjimin e Miloševićit, kur ai caktonte kështu njerëz serb në komuna që ishin 99 apo 100% me shqiptar, dhe epilogu dihet. Unë e di që serbët nuk kanë dalë në veri në zgjedhje dhe i kanë bojkotuar, por ata janë qytetarë të Republikës tonë dhe ne duhet si kryeministri, si presidentja, si gjithë aktorët politik të bashkëbisedojnë me qytetarët e Kosovës dhe ti bindën që ata për të mirën e vetë, për të mirën e qytetarëve duhet të dalin në zgjedhje. Pra, jemi në një luftë të jashtëzakonshme, prandaj thash që ende jemi në tavolinë e nuk jemi në meny të Bashkimit Evropian dhe shpresoj dhe besoj që kjo do të ndodhë derisa jemi në tavolinë që ta zgjidhim këtë çështje, sepse mesazhet e zotit Rute ishin jashtëzakonisht të qarta për ata që kanë dashur t'i lexojnë. Mirë, dua kaloj pak tek situata në Bosnjë-Hercegovinë. Çfarë po ndodh atje, zoti Bilali? Situatë problematike, mund të kemi ndoshta edhe tensione, apo jo? Po, shef entiteti serb do thotë definitivisht tashmë ka një farë formë të rebelimit ndaj institucioneve qendrore në Sarajevo dhe mendoj që edhe përforcimet e sforit të trupave evropiane do thotë ke kontingjente të reja që kanë ardhur në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe mendoj që në Banja Luku ai parlament dhe ajo qeveria atij entiteti ka hyrë në një rrugë ku dëshiron që të shpall të pavlefshme dhe mos të njoh vendimet mund të them edhe të qeverisë qendrore, por edhe të ato që vinë nga